Përshëndetje të nderuar shikues, ju uroj mirëseardhje në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokanstra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Bashkia Gjirokastrë vion punën në teren për përballimin e pasojave të rreshjeve intensive. Aktualisht puna është përqendruar në sistemimin e rrugëve rurale dhe urbane dhe në banesat e rrezikuara. Ndërkohë që vion puna për verifikimin e dëmeve për bizneset e prekura me fokus garantimin e sigurisë dhe rikthimin e normalitetit. Gentiana dhe Amantja nga Gjirokastra kanë zgjedhur që kohën e tyre të lirë t'ia kushtojnë vullnetarizmit. Si vullnetare të kryqit të kuq, ato mësojnë të shpëtojnë jetë dhe të qëndrojnë pranë atyre që kanë nevojë, duke treguar se solidariteti dhe humanizmi të rinjve mund të bëjnë diferencën në komunitet. Artizanati mbetet një pjesë e rëndësishme e identitetit të Gjirokastrës dhe kërkon ruajtje për brezat e rinj. Artizanët e pazarit karakteristik bëjnë thirrje që të rinj të mësojnë zanate tradicionale, duke theksuar se këto punime jo vetëm ruajnë trashëgiminë kulturore, por ofrojnë edhe mundësi zhvillimi ekonomik për qytetin. Mbrëmjen e djeshme, teatri Zinisaku ja dedikoi shkrimtarit gjirokastrit Ismail Kadare. Në një performancë artistike u ndërthurën copëza nga krijimtaria e tij me polifoninë dhe muzikën klasike. Ju njohim tani më gjërësisht. Bashkia Gjirokastër vion punën në teren për përballimin e pasojave të rreshjeve intensive. Aktualisht, puna është përqendruar në sistemimin e rrugëve rurale dhe urbane edhe në banesat e rrezikuara. Ndërkohë që vion puna për verifikimin e dëmeve për bizneset e prekura me fokus garantimin e sigurisë dhe rikthimin e normalitetit. Pas rreshjeve të fuqishme të fillimi janarit, Bashkia e Gjirokastrës ka punuar për rikthimin në normalitet në qytete edhe në zonat rurale. Nënkryetarja Marilda Lela i thanë se situata po menaxhohet nga afër. Në disa akse rrugore të fshatrave, ndërhyrjet emergjente kanë përfunduar, ndërsa puna vazhdon në njësinë administrative e Odrie, ku dëmet janë më të thella. Në Bashkinë Gjirokastrës rrugët rurale janë të kalueshme. Problematik na mbetet Labova e Madhe, ku ne po bëjmë një ndërhyrje intensive për të krijuar një aks të ri provizor. Grupet e punës po punojnë, pasi nga Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, nga raporti paraprak, aty është vlerësuar për të bërë një studim i plot gjeologo-inxhinierik, pasi duhet bërë projekti plot dhe studimi plot për të parë nëse ky aks do mbetet, pra do ribëhet, apo do shikojmë për një aks të ri. Gjithashtu edhe në Mingull është punuar dhe rruga sot është e kalueshme. Punonjësit e shërbimeve dhe emergjenca civile janë në terren monitorim pastrim të rrugëve, pasi kemi rrëshqitje sipërfaqësore të vogla të cilat duhen monitoruar dhe pastruar vazhdimisht. Kemi rreshje shiu të cilat nuk i kemi në favor. Edhe në qytet, ndërhyrjet kanë qenë të menjëhershme, sidomos në lagjet Manalat dhe Granic. Aktualisht rruga në Granic është stabilizuar, ndërsa në Manalat priten vlerësime nga specialistët e Institutit Gjeologjik. Situata sot që flasim në granicën e sipërme është bërë rruga e kalueshme, pra mjetet qarkullojnë. Në Manalat nuk është bërë akoma pastrim i pjesës së kaldrëmit, pasi ndërhyrja aty do jetë pjesore. Rekomandimi nga Shërbimi Gjeologjik është po njësoj që aty duhet një studim i plot për të bërë projekt i plot i rrugës, duke pasur parasysh që kemi dhe rrjetet e ujësjellësit e rruga e sipërme. Një vëmendje e veçantë është kushtuar edhe banesave të rrezikuara, ku 6 familje të evakuara kanë marrë mbështetje me bonus qiraje nga Fondi i Emergjencave, ndërkohë që për bizneset dhe banesat e prekura nga rreshjet e 6 janarit janë përpunuar rreth 150 proces verbale, të cilat do të shërbejnë për dëm shpërblime në thirrjen e Ministrisë së Mbrojtjes. Të dyja grupet vazhdojnë inspektimin në terren, pasi kishim shumë biznese po edhe familje të dëmtuara nga rreshjet e datës 6 dhe 7 janar, dhe në këtë moment që flasim jemi në fazën e konstatimit. Nga Ministria e Mbrojtjes, pra emergjenca civile, janë hapur fonde dhe thirrje për të aplikuar për infrastrukturë, për mjete, për cilat ne po plotësojmë fishat. Strukturat vendore dhe specialistët vijojnë punën në teren, sidomos në zonat problematike, ndërsa apelojnë për kujdes të shtuar në rast të rreshjeve intensive për të shmangur rrezikun për jetën dhe pronën e banorëve. Rreshjet me intensitet mesatar kanë bllokuar disa segmente rrugore në qarkun Gjirokastër, kryesisht në bashkitë Libohov dhe Gjirokastër, ku vijojnë punimet për hapjen e rrugëve të dëmtuara.
autoritetet bëjnë me dije se rrugët kombëtare mbeten të qarkullueshme dhe nuk paraqesin rrezik për automjetet. Ndërkohë raportohet mungese e energjisë elektrike në njësinë administrative Kurvelesh, bashkia Tepelen dhe në një pjesë të fshatit Lazarat, bashkia Gjirokastër. Ekipe teknike janë në teren për rikthimin e furnizimit. Prefektura njofton se furnizimi me ujë të pishëm është i pandërprerë dhe monitoron vazhdimisht situatën në bashkëpunim me strukturat vendore. Mbi 345 milion lek janë akorduar si dëm shpërblim për 15 bashki të vendit që u prekën nga zjarret gjatë sezonit të verës. Lajmi është bërë i ditur nga Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu, bashkë dhe gati në përballim dhe në ringritje. Konkretisht, Ministri publikoi edhe shifrat për ndarjen e dëm shpërblimeve nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile sipas bashkive. Në rajonin Jugor janë 4 njësi vendore që janë përfshirë në fondet e dëm shpërblimit. Përkatësisht Delvina me 36 milion lek, Tepelena me 3 milion lek, Finiq 40 milion lek, Dropull 7,7 milion. Vera 2025 është cilësuar si më e vështira në Shqipëri për shkak të dëmeve të shumta nga zjarret. Kompensimi për dëmet nga zjarri përfshin periudhën nga 15 qershori deri në 15 shtator. Gentiana dhe Amantia nga Gjirokastra kanë zgjedhur që kohën e tyre të lirë t'ia kushtojnë vullnetarizmit. Si vullnetare të kryqit të kuq, ato mësojnë të shpëtojnë jetë dhe të qëndrojnë pranë atyre që ka nevojë, duke treguar se solidariteti dhe humanizmi i të rinjve mund të bëjnë diferencën në komunitet. Në një kohë kur shumë të rinj kalojnë ditën mes rrjeteve sociale dhe kafeneve, në Gjirokastër ka edhe nga ata që zgjedhin të bëjnë diferencën. Të rinj që investojnë kohën e tyre për të mësuar si të shpëtojnë jetë dhe si të jenë pranë atyre që kanë nevojë për ndihmë. Gentiana Kërmaj është studente vitit të parë në degën pedagogjike dhe prej një viti ajo është bërë pjesë e kryqit të kuq. Gjatë kësaj kohe, Gentiana ka fituar njohuri të reja dhe ka dhënë ndihmën e saj në situata të ndryshme të përditshme. Më pëlqen të ndihmoj të tjerët edhe të gjenden pranë momente të vështira. Përveç kësaj, edhe unë vetë si person të gjejsohem edhe bëhem më e dobishme për komunitetin në lidhje me situata të ndryshme. Unë personalisht kam marrë pjesë edhe në ndihmën e parë të avancuar, di se si të reagoj kur një person është në gjendje urgjente. Në ditët e zakonshme hasim raste që duhet ndihma e parë avancuar, sepse varet nga situata që ndodhet personi. Një fëmijë në det kur ishte gati për të mbytur, edhe kam qenë në atje që e kam ndihmuar, sepse asnjëri aty rreth rreth nuk dinte si të vepronte. Fëmia ishte diku te 5 vjeç, e mora, e nxora nga uji edhe e mbështeta tek pjesa e gjoksit tim dhe e godita nga pas se kështu veprohet në këtë rast. Dhe më pas fëmia për 1 minutë erdhi në vete edhe reagoi. Fal kësaj situate kuptova që kryqi kuq nuk është thjesht punë vullnetare, po një gjë shumë e rëndësishme për ditët e sotme. Gjithashtu, edhe Amantia Hoxha, fal njohurive të fituara gjatë një viti si vullnetare, tregon se ka arritur të shpëtojë jetën e një personi, si pasojë që pësoi arrest kardiak. Unë kam dashme 1 vit që jam pjesë e kësaj organizate dhe kam mësuar shumë gjëra rreth saj dhe një problem aktual, një ngjarje aktuale ishte ku para disa javësh arrita të ndihmoja atë duke i dhënë atij mesazh kardiak. Ishte një qytetar i moshuar, i rastësishëm, ishin thjesht në rrugë dhe ai pësoi një arrest kardiak në rrugë dhe të gjithë njerëzit filluan të telefonin ambulancën dhe unë u vetë ofrova për t'i dhënë atij një mesazh kardiak dhe për ta shpëtuar atë. Ishte një ndjesi shumë e bukur për mua dhe për atë që kishte mundësi për të jetuar përsëri. Këto 2 vajza janë shembulli më i mirë i të rinjve që zgjedhin të japin kontributin e tyre në komunitet dhe të jenë pranë atyre që kanë nevojë. Në Delvin, shumica e prindërve ndjekin normalisht kalendarin e vaksinimit, por disa shfaqin hezitim ndaj vaksinave të caktuara, sidomos MMR dhe së fundi kundër HPV, e cila është bërë detyrueshme. Bluzat e bardha bëjnë thirrje për informim dhe bashkëpunim me mjekët, duke theksuar rëndësinë e vendimeve të bazuara në fakte shkencore.
Edhe pse shumica e prindërve në Delvin ndjekin normalisht kalendarin e vaksinimit për fëmijët e tyre, në qendrën shëndetësore që mbulojnë qytetin janë konstatuar problematika në zbatimin e plotë të tij. Sipas bluzave të bardha, një pjesë e prindërve shfaqen hezitim ndaj vaksinave të caktuara, duke ndikuar në vonesa ose moskryerjen e tyre në kohën e duhur. Një nga vaksinat që shkakton më shumë shqetësim tek prindrit është MMR, vaksina e 1 vjeçarit. Kemi pas disa problematika të vogla, por i kemi zgjidhur dhe vazhdojmë t'i zgjidhim rast pas rasti. Një pjesë e prindërve e sëmundjen e qarkullimeve të spektrit autike asocion me vaksinën edhe kështu që neglizhojnë për ta kryer vaksinën në MMR-s. Kështu që po i kemi sqaruar nëpërmjet edukimit shëndetësor, nëpërmjet bisedave, nëpërmjet edhe strukturave të tjerave, strukturave arsimore, strukturave parashkollore, që nuk ka bazë shkencore dhe nuk ka lidhje vaksina e MMR-s me çrregullimet e spektrit autik. Së fundmi, një tjetër vaksina jo kundër HPV, human papilloma virus, është përfshirë si vaksinë detyrueshme në kalendarin e vaksinimit, duke shtuar diskutimet dhe pasiguritë në një pjesë të prindërve. Vaksina për HPV-n, human papilloma virus, është vaksinë e futur tashmë në kalendarin e detyrueshëm të vaksinimit. Është për vajzat ashtu dhe për djemt. Kështu që nga janari 2026 është vaksinë e detyrueshme për të dyja gjinit. Deri tani që ka qenë vaksina fakultative, prindrit dhe me fëmijët kanë ardhur vetë, po që nga muaji janar është futur në kalendarin e vaksinimeve dhe është e detyrueshme. Autoritetet shëndetësore bëjnë thirrje për më shumë informim dhe bashkëpunim me mjekët e familjes, në mënyrë që prindrit të marrin vendime të bazuara në fakte shkencore dhe jo në frikë. Gjykata e shkallës së parë e jurisdiksionit të përgjithshëm Gjirokastër ka shqyrtuar kërkesën e prokurorisë për vlerësimin e ligjshmërisë së arrestimit në flagrancë të shtetasit KK i dyshuar për kryerjen e veprës penale, marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me të mitur, sipas nenit 100 fraksion 2 të kodit penal. Pas shqyrtimit, gjykata vendosi të pranojë kërkesën e prokurorisë dhe të vërtetojë ligjshmërinë e arrestimit në flagrancë të shtetasit KK, si masë sigurie për personin në hetim. U caktua masa arrest në burg sipas nenit 238 të kodit të procedurës penale. Gjykata ngarkoi gjithashtu prokurorin dhe strukturat policore për ekzekutimin e vendimit në bashkëpunim me policinë gjyqësore. Vendimi hyn menjëherë në fuqi dhe synon garantimin e vijimësisë së hetimeve dhe mbrojtjen e fëmijëve nga veprimtaria kriminale. Artizanati mbetet një pjesë e rëndësishme e identitetit të Gjirokastrës dhe kërkon ruajtje për brezat e rinj. Artizanët e pazarit karakteristik bëjnë thirrje që të rinj të mësojnë zanate tradicionale, duke theksuar se këto punime jo vetëm ruajnë trashëgimin kulturore, por ofrojnë edhe mundësi zhvillimi ekonomik për qytetin. Artizanati përbën një nga shtyllat kryesore të identitetit kulturor të qytetit të Gjirokastrës, i lidhur ngushtë me historinë dhe traditat e tij shekullore. Punimet artizanale të trashëguara brez pas brezi janë pjesë e pandashme e karakterit të qytetit dhe një vlerë që kërkon mbrojtje dhe ruajtje të vazhdueshme. Artizanat e zonës së pazarit karakteristik kërkojnë më shumë mbështetje dhe fuqizim të këtyre zanateve, përmes nismave konkrete që ndihmojnë në promovimin dhe zhvillimin e tyre. Ka variante plot që mund të shfrytëzohen, edhe kjo do ishte mirë që edhe ky profesion, si drugëndja apo gurgëndja apo qindismat që bëhen, të gjitha punimet artizanale, duhen vlerësuar dhe që të vazhdojë kjo si traditë. Se dakord, ne punën tonë e bëjmë dhe mundohemi që ta trashëgojmë edhe tek brezi më i ri, se ne jemi si biznes familjar këtu. Por do ishte mirë që të bëheshin edhe kurse e seminare të ndryshme në mënyrë që të trajnoheshin edhe brezi i ri që ta gjejnë veten. 4 rinj. Unë mendoj se 4 rinj, qoftë ata që vënë në shkollën artistike që kemi këtu në qytet, po dhe disa që janë talente të fshehura, si të thuash, thonjza, mund ta gjejnë veten në profesione të tilla të ndryshme.
është politika ajo që duhet të hartoj një lloj strategjie që ta joshi brezin e ri, që ta hapen disa kurse, që të Bilon ka thënë që në Gjirokastër tashmë është e nevojshme hapja një shkolle restauratorësh. Dhe kjo do të bënte të mundur që të thithë brezin e ri të mësonin dhe të vazhdonin këto zanate. Në të njëjtën kohë artizanat u bëjnë thirrje të rinjve që të mësojnë këto zanate dhe të mos lejojnë që ato të mbeten në harres. Unë po thuaj se kam 40 vjet në këtë profesion dhe kanë qenë shumë të rralla rastet e interesimit për të mësuar këtë profesion. Të rinjt sot ndoshta ndikohen edhe nga kjo u bë pak si trend të themi që ky largimi nga vendi vet. Duhet ta gjejnë veten, jo vetëm duke ikur, jo vetëm duke braktisur vendin. Duhet ta gjejnë veten edhe këtu ku janë, sepse gjithë secili ka atë talentin e vet. Shumë rrallë janë, edhe kur vinë shikojnë shkallën e vështirësisë dhe pastaj tërhiqen, sepse kjo është një profesion, është një punë që nuk është se do punosh sot, do të vjelësh sot të ardhurat. Është një punë që do shumë kohë të mësosh një herë, të ushtrohesh, dhe pastaj është pjesa tjetër që se sa i aftë je ti për të azotruar dhe për të dalë në treg, për të siguruar jetesën me këtë lloj pune. Kështu që nuk është gjë e lehtë. Sipas tyre, artizanati nuk është vetëm trashëgimi kulturore, por edhe një mundësi punësimi dhe zhvillimi ekonomik që mund t'i japë jetë të re qytetit të Gjirokastrës. Një tjetër aktivitet në kuadër të 90 vjetorit të lindjes shkrimtarit me famë botërore ishte edhe ai organizuar nga miqtë e Kadares. Kadare nuk u përkujtua vetëm si shkrimtar i madh, por edhe si pjesë e identitetit të Gjirokastrës dhe trashëgimisë shpirtërore të shqiptarëve. Interpretimi në magjinë e letërsisë Kadare ishte aktiviteti organizuar nga miqtë e Kadares në kuadër të 90 vjetorit të lindjes së shkrimtarit gjirokastrit. Miqtë e Kadares lexuan poezitë e tij duke sjellë zërin e autorit në një bisedë të gjallë mes kujtimeve shoqërisë dhe letërsisë. Ballin e bukur si hënë, te djegjet i shmbështetur. Kjo i sharqiru aprenare, që kur guri i kishte vdekur, armët e tij kishte marrë, shpatën dhe parsmon të hegur. Te princesha i plagosur, flok prishur, gjatë të mbosur, lajnotari brenda pyri, turqit po sulmojnë! Shumë kënaqësi e madhe për mua të marr pjesë në këtë aktivitet me krijimtarinë të madhit Kadare, pikërisht në 90 vjetorin e ditëlindjes së tij. Unë jam mësuese dhe nuk është era e parë që angazhohem dhe mesazhi është kaq i qartë dhe kaq i madh sa që atje si mësuese e arsimit fillor të mësojmë, të duam dhe të interpretojmë veprat e të madhit Kadare. Ne jemi marrë me poezinë që të vegjël, kemi marrë pjesë në aktivitete me mësuese Kozin, me profesor Pandin dhe na pëlqen shumë letërsia shqiptare. Dhe këtë herë kemi do themi poezi për Ismail Kadaren, një autor të shquar shqiptar. Për mua është ere e parë që po jap një shfaqje këtu në Gjirokastër. Kam derin pothuajse që të jem pjesë e aktiviteti për të madhin Ismail Kadare. Dhe ndjem krenar për veten që jam në këtë pozitë ku jam sot. Ky event u realizua me mbështetjen e Këshillit të Qarkut Gjirokastër, Bashkisë Përmet dhe Universitetit e Qrem Çabej nga përmetari Pandi Duka, i cili e kishte ideuar programin në 2 pjesë. Kaq timë, por se princi di doje argjero, pasi rashunatin në beteja, në çdo luftë marshin pasi veja. Ne këtë aktivitet e kishim menduar shumë më përpara nëpërmjet për të cilë atë krijimtarit të jashtëzakonshme që ka bërë ky shkrimtar i madh, po për t'ia përcjell publikut, por në përgjithësi brezit të ri. Se ti jemi realistë, në brezi i ri sot është një çik i anashkaluar, indiferent nga ana e letërsisë. Menduam që aktivitetin ta ndanim në 2 pjesë. Pjesa e parë ja vum heroizmi dhe tradhtia, u mbështetëm në 4 poemat e tij të mrekullueshme dhe atje bëm një kolazh. Dhe domethënë mesazhi ishte heroizmi dhe tradhtia, ndërsa në pjesën e dytë zgjodhëm në 10 perlat e tij kushtuar dashurisë.
Kadare nuk u përkujtua vetëm si shkrimtar i madh, por si pjesë e identitetit të Gjirokastrës dhe trashëgimisë shpirtërore të shqiptarëve. Mbrëmjen e djeshme teatri Zinisako ia dedikoi shkrimtarit gjirokastrit Ismail Kadare. Në një performancë artistike u ndërthurën copëza nga krijimtaria e tij me polifoninë dhe muzikën klasike. Një performancë artistike në përkujtim të 90 vjetorit të lindjes së gjeniu të letrave shqipe erdhi nga teatri Zinisako. Vargjet e poetit dhe mizanskena nga vepra e tij u sollën nën interpretimin brillant të aktorëve gjirokastrit. Në tokë, në jetën e vend kemi zënë. Drejt njëri tjetrit kemi mbyllur të gjitha rrugët edhe shtigjet, si dy qytete mesjetare me mure, heshta dhe me prigje. Desha, o t'i vëzjar, o t'a los në kumar. Ashtu bëra mojnën, da i mbeta si qyqar. Kruaja në janin, edhe ti brenda në varë. Një aktivitet ndryshe, i shkrir bukur në ambientet e shtëpisë muzeut të autorit, ku personazhet e veprave të Kadares marrin jetë në muret që vetë frymëzuan krijimtarinë e tij. Është nata e fundit për ty në kështjellën tënde. E di pasha, po të tregoj një sekret. Para 2 muajsh, kur erdha këtu, pikërisht një dhjetor, kisha me gjoks 2 dekrete. Të dyja ishin të bulosur me tyll mbretërore dhe kishin po atë në shkrim të sultanit. Ishte kënaqësi që të mund të kujtonim të privetorët në vjetorin e Lindjes Kadares dhe pikërisht gjëja akoma dhe më speciale ishte që e bëm pikërisht në shtëpinë e Kadares dhe të gjitha ato pak pjesë që u shkputën nga veprat e tij është si të thuash një rikujtesë edhe një reflektim që duhet kemi ndaj vlerave të çmuara, mesazheve që përcjell vepra e Ismail Kadares. Kënaqësi që morëm pjesë në këtë aktivitet dhe uroj gjithmonë dhe lutem që kjo pikërisht ky vit të jetë një vit që do ketë edhe pjesë të tjera dhe sidomos shpresojmë shumë që të jetë edhe një shfaqje për pikërisht nga autori i shquar Ismail Kadare. Me iso polifoninë e mjeshtrit të madh Landichenko dhe me muzikën klasike të interpretuar nga Juliano Zholi, performanca e aktorëve mori një tjetër dimension dhe shije artistike për publikun. Kalendari të aktiviteteve të Bashkisë Gjirokastër në nder të shkrimtarit Ismail Kadare nuk mund t'i mungonte as qendra kulturore e fëmijëve Fato Berberi. Ndjekim materialin e përgatitur. Në 90 vjetorin e lindjes së shkrimtarit Ismail Kadare, qendra kulturore e fëmijëve Fato Berberi organizoi aktivitetin artistik Rrëfejmë vargjet e Kadares. Fëmijët kishin zgjedhur poemën Princesha Argjiro për ta sjellë si mini dramatizim. Në ambientet e qendrës u çel edhe një ekspozit frymëzuar nga vepra e Kadares, ku fëmijët e rrethit pikturës kishin realizuar jo vetëm portrete të shkrimtarit, por edhe personazhe nga krijimtaria e tij. Sot, në ditën përkujtimore të 90 vjetorit të Ismail Kadares, Qendra Kulturore e Fëmijëve u bë pjesë e aktiviteteve që Bashkia Gjirokastër ka organizuar me këtë rast. Qendra jonë kishte organizuar një mini dramatizim të veprës së Kadares të poemës për fëmijë Princesha Argjiro. Gjithashtu, fëmijët e rrethit të pikturës kanë përgatitur punimet e tyre, të cilat i kanë vendosur në një ekspozit që do të rije hapur gjatë ditëve në vazhdim dhe është e hapur për gjithë vizitorët, për prindrit e fëmijëve, për fëmijët, të gjithë që kanë dëshirë ta vizitojnë. Qendra kulturore Fato Berberi është për herë aktive në jetën artistike dhe kulturore të qytetit të Gurt, duke mos i munguar asnjëherë kalendarit të aktiviteteve të Bashkisë Gjirokastër. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi bashkë, miru takofshim.